Absolutisht ne nuk bëjmë vegël, se si jem vegël. Ne tash u bëm parti e respektume. Ka gja parti e respektume, për një parti e cila nuk uftoj kënë takime u bërë respektume. Për pasus të medjave, mirë dita dhe mirë se keni ardhë. Ne ishim në takimin me ushtrusën e detyrës dhe të subjekteve politike me diskutu mbledhjen dhe konstituimin e kuvendit i cili duhet ndodhë me 6. Në emër të aleancës, unë i adresova 2 tema, takim e para shqetësimin e thellë dhe po ashtu kërkesën që konstituimi të ndodhë me njëherë, është plotësisht e pakuptueshme për ne. Qysh ka mundësi për 4 muaj ditë sa kemi ndajtë në kuvend. Gishti është adresu opozitës për mos konstituim të institucione. Ndërsa rezultatet zgjedhore në konstituu tashe 4 javë dhe ende nuk ka konstituim, respektivisht data e seancës është saktu me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet këtë një seancë brenda 30 dite. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim, që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohen institucionet. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe ta shtyjë konstituimin e vetë më larg se me datën 7 gusht. Çfarë do tendence për interpretim, i cili ndërlidhet me një afat kohor shtesë prej 1 muajve, vetëse e dëmton Kosovën dhe mbi gjitha e konfirmon qëndrimin tonë politik se i gjithë ky proces i zgjatjes dhe tërzgjatjes ka qëllime zgjedhore që ndërlidhen edhe me një cikël tjetër. Aleanca këtë do ta kundërshtoj dhe këtë e ngritëm edhe në takimin me ushtrusën e detyrës, respektivisht me kolegën nga parti tjera. Në fakt është e kundërta. Është e vetmja aleanca e cila ka një pozicion politik publik në raport me konstituimin e institucioneve. Cili është ai? Ne themi, ne nuk duam të jemi pjesë e qeverisë dhe rrjedhimisht mos marrim asnjë hise, asnjë privilegj, asnjë pozitë qeverinë e Kosovës. Mirë, po ne njohim një situatë tepër të rrezikshme të Kosovës të përfundimit të cikleve zgjedhore, prej një cikli në një cikël. Duke qenë se këtë e shohim rrezik kombëtar. Ne e shohim rrezik të shtetit Kosovës. E shohim rrezik kombëtar. E shohim rrezik të shtetësisë Kosovës, trendin e abnormalitetit dhe një farë forme pranimin e abnormalitetit që Kosova mundet me shku prej një cikli zgjedhur në një cikël tjetër, ne kemi thonë shkurt edhe shqip. Nuk dojmë zgjedhje, nuk dojmë fakt, nuk dojmë me qenë qeveri, por me i konstituu institucionet, me boni president, i cili përfason unitetin e popullit, këto janë 6 pika. Kur i lexon 6 pikat, e shet që janë pika që nuk ndërlidhen me aleancën, e as me interesat politike dhe partijate të një deputetit, po ndërlidhen me Kosovën, që ndërlidhen me energji, është gazi amerikan dhe është investime në kek, me infrastrukturë dhe ndërlidhet me ekonomi, me ngritjen e TVSH nga 30 në 100.000 dhe me mos tatimimin e tokës së punuar që ndihmon prodhimin vendor. Nëse nuk merren parasysh qëndrimet tona, kërkesat tona legjitime, absolutisht ne nuk bëjmë vegël, se si jem vegël. Ne tash u bëm parti e respektume. Ka gja parti e respektume, për një parti e cila nuk uftoj kënë takime u bërë respektume. Pra ne kemi qartësi në kursin tonë politik. Është i qartë, është i drejtë, është për Kosovën, jo për partinë, e jo për pozitat, e jo për presidentin, jo për kryeministin, jo për kryeparlamentarin, është për këtë Kosovë. Qofse nuk e përfillin, ja pafshin hajrin. Nuk është faja aleancë për arminë e Kosovës, sikur që nuk ka qenë zgjedhjet e kaluara, se ky popull nuk e meriton me qit çdo 3 muaj të zgjedhje. Dhe por me ai që don me qit çdo 3 muaj të zgjedhje, ai ka vetë një qëllim. Me najnë funksion zyrës e kryeministrit, me qenë kryeministër në detyrë, pa mbikëqyrje parlamentare, pa mbikëqyrje legislative dhe pa dhënë përgjegjësi për obligimet ndërkombëtare që i ka marrë.